Pejgamberi alayhi salatu wasalam i premton gruas muslimane. Premtimi i cili nuk kthehet. Thot gruaja e cila e fal namazin e saj. Unë ashtu qysh duhet me fal. E agjeron muin Ramazanin e saj. E ruan nderin e saj. Edhe e respekton e dëgjon burrin e saj, i thuhet ditën e gjykimit urdhnohen xhenet nga cila derë dush. Këtë privilegj nuk e arrin gjithë kush. Bile janë njerëz të rrallë ku nga çdo derë e xhenetit një therrës i thot eja këtu te na, eja kënej, eja kënej. Ndërsa gruas do t'i thuhet, mirë, po cilës grua ajo e cila e respekton burrin, që do thotë se burri është mundësi e madhe që ajo me hy deri në xhenet. Po edhe burri duhet ta shoh gruan këtë formë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot kafshatën që vendos në gojën e gruas është sadak. Disa kanë thonë direkt, domthon nga një herë, ma thonë ato lojat, edhe ato bisedat e romancat, domthon me afru kashurën te goja, disa kanë thonë që e sjell ushqimin te shtëpia, e sjell furnizimin, edhe kjo është sikurse me afru te goja. Po sido që tjetë, i kësaj ka thonë sadak. Pastaj ka thonë edhe kur ka kontakt intim me ta është sadak. Domthon çka me sadaka çka bën njeri? Me sadak, përmes sadakës e shon hidhërimin e Allahut. Përmes sadakës i falen gjunahet. Përmes sadakës i ngritën shkallët në ditën e gjykimit, përmes sadakës futen në xhenet. Që do të thotë se bashkëshortët për njëri tjetrin janë derë e xhenetit. Kur e shohin me këtë dimension, edhe kur e shohin kaq që domthonë vendosin cakun këtu, atëherë mund ndodhi çka ndodhi me përfitimi kryesor. Ka ndodhi çka ndodhi me styre, pastaj është shumë relative. Nuk i bën përshtypje a është gjella me kryp, a është pa kryp, as ka kryp shumë, nuk i bën përshtypje apo pastaj burri apo sillet ashpër, apo i njëron, apo e don, apo nuk e don, për arsye se kanë diçka më të madhe. Mirë po, edhe një garancë tjetër po ja japi unë. Këtu kanë garancat e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Një garancë tjetër po japi unë, të cilën e kam përfituar nga librat edhe nga xhallarët, është se bashkëshortët të cilët e vendosin pikë synimin këtu, domthonë te xheneti, përmes gruas burri edhe gruaja përmes burrit, atëherë ju garantoj se të dy kanë me qenë shumë në nivel ndaj njëri tjetrit. Për arsye se i kanë ambicet e larta këta njerëz. Don këta njerëz jetojnë për sene të mëdha shumë. E përderisa jetojnë për sene të mëdha, për gjëra të mëdha, atëherë janë në nivel të përgjegjësisë edhe këtu te familja. Kjo është garanca të cilën na japin librat edhe dietarët që shpjegojnë këtë çështje.